Maqedonia është një vend i sigurt dhe për këtë kujdeset policia e saj. Mbi 65% e qytetarëve thonë se kanë besim të plot në policinë e vendit dhe kjo është kuraja akoma më e madhe që reformat për modernizimin e saj të vazhdojnë mëtej. Kështu u shpreh ministri e Brendshme Gordana Jankulovska gjatë fjalimit të saj me rastin e shënimit të 7 majit, ditës së policisë së Maqedonisë. Ajo tha gjithashtu se investimi në kapacitetet personale është garancia më e sigurt për një të ardhme më të mirë. Republika Maqedonia sot është një vend më i sigurt. Gjatë vitit të kaluar kemi shënuar rënje të veprave penale nga sfera e krimit të dhunshëm, në veçanti në veprat penale më të rënda siç janë vrasjet. Nga data 7 maj e vitit të kaluar e deri më sot, në vend janë regjistruar 21 vrasje, përkatësisht një vrasje në 100.000 banor, që është numri i vrasjeve më të ulta në mbar Evropën. Në ulje e sipër janë edhe veprat penale siç janë shantazhet, kërcënimet, kidnapimet, por dhe prishjet e qetësisë dhe rendit publik. Merit për tendencën e tillë sigurisht që ka rritja e efikasitetit të policisë. Në kuadër të ditës së policisë 7 majit u organizuan edhe aksione për dhurimin e gjakut, u zhvillua një vizitë në jetimore 11 tetori, si dhe u mbajtën edhe disa aktivitete tjera.